alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man wala. Allahun e falenderojmë. Hadithin e sotëm e transmeton nëna e besimtarëve Aisha radhiyallahu anha, e cila tregon një udhëzim interesant që e ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të përbën prej 3 fjalive të shkurtra, e që secila prej atyre 3 fjalive për një mend është kapitull në vete, edhe është mësim në vete, cilin ne duhet ta përfillojmë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Saddidu wa qaribu, wa alamu annahu lan yudkhila ahadakum 'amaluhu al-janna, wa inna ahabba al-a'mali adwamuha wa in qall." Çto përfundon hadithi, ndërsa kuptimi i tij në gjuhën tonë është saddidu wa qaribu, synoni me godit aty ku është ma e qëllumja. Saddidu është kur njeri shënjestron, kur don me goditën në dhjetëshe, thot që ato synojeni. Ndërsa qëllimi prej kësaj saddidu nuk është thjesht veç me jamsy besimtari që me bo punën më të mirë, edhe pse kjo duhet tjetë synimi i tij në parim, po udhëzimi nënkupton synoni me e bo punën më të mirë me mundësit që Allahu ja u ka dhënë. Edhe këte mas bukuri e ilustron ose e sqaron fjala tjetër që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Wa qaribu", do të thonë synoni në dhjetëshe, mirë po nëse smuni me godit në dhjetëshe, lejani afër. Edhe atë që smuni me arrit për me e bot për kryme dhe të përsosun, atëherë e synoni të përkrymën, e synoni të përsosunën, po mundoni bile me jalon ngat. Edhe çto 2 fjalë të shkurtra janë udhëzim madhështor, se besimtari gjithmonë nuk do të me e pas qëllim me i bo punë të shkel e shka, mirë po synimi i besimtarit do të me qenë që punë me i bo maksimalisht mirë. Po edhe atëherë kur pastaj e ka vetë dijen se me gjithate jemi njerëz edhe punë tona gjithmonë kanë me pas mangësi, punëve tona gjithmonë kanë me u gjitë vrejtje, kjo s'do të me konë pengesë për mos me punu, po do të me konë, do të thonë, nxitje që me gjithë mangësit tona ne do të veprojmë, për arsye se Allah i madhruar mbi të gjitha nuk i vlerëson veprat tona, po i vlerëson synimet tona, edhe i vlerëson qëllimet tona. Allahu edhe kur nuk e këshyr formalitetin, Allahu e këshyr gatishmërinë. Pra besimtari synon me bo më të mirën, rezultati në këtë rast, kur është përzemërsia gjithsesi, rezultati bëhet i parëndësishëm. Allahu e lyp më të mirën prej neve, sikur se ka në hadithe tjera, megjithatë edhe kur nuk i dalim me bo më të mirën, Allahu e pranon atë që e kemi bo, ashtu që e kemi bo, derisa e kemi dhonë maksimumin prej mundësive tona. Me njerë mas kësaj, vjen fjalia tjetër ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Wa alamu annahu lan yudkhila ahadakum 'amaluhu al-janna", dhe dijeni se asnjërin prej juve puna e vet nuk ka me e çunë në xhennet. Asnjërin prej juve puna e vet nuk ka me e çunë në xhennet. Mas kësaj vjen fjalia tjetër: "Wa inna ahabba al-a'mali ila Allahi adwamuha wa in qall", ndërsa veprat më të dashura tek Allahu janë ato të cilat janë më të vazhdueshme, qofshin edhe pak. Me qëllimi përmenda 2 fjalit për me e pa që në këtë transmetim që kjo është citati. Dhe dijeni se asnjërin prej juve vepra e vet nuk ka me e çunë në xhennet. Këtë hadith e keni dëgju, edhe është i gjithnjohur. Në verzion tjetër ka ardhur se i kanë thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kanë thonë: "Ja Rasulullah, as ty?" Ka thonë: "As mu, përveç nëse Allahu më prek me mëshirën dhe mirësinë e tij." Në tjetër verzion ka ardhur: "As mu, përveç nëse Allahu i madhruar më prek me faljen e tij." E tash, kur thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam asnjërin prej juve punët e veta s'kan me e çunë në xhennet, qysh me e kuptu çët pjesë të hadithit, edhe qysh me e kuptu atë që Allahu i madhruar ka thonë në Kur'anin fammadh: "Udkhulul jannata bima kuntum
ta'malun. Hyni në xhennet për shkak të asaj që keni vepru. Pra Kurani po thot hyni në xhennet për shkak të asaj që keni vepru. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po thot asnjëri prej juve vepra e vet nuk e çon në xhennet. Shumë thjesht edhe shumë lehtë është me e kuptu. Allah i madhruar kur thot hyni në xhennet për shkak të asaj që keni vepru, tregon se arsye edhe sebe për me hynë në xhennet është vepra. Për ndryshe s'kish pas kuptim që njerëzit me u veçu, ata që kanë bo ibadet me hynë në xhennet, ata që s'kan bo, mos me hynë në xhennet për shkak se pse këta pra që vepra s'po i çoj kanë në xhennet. Po hynë e neve që s'kena bo vepra, dikush me thonë mos me hynë në xhennet. Pra, esenca është se njeriu me veprën e vet e meriton xhennetin, e meriton statusin e xhennetliut. Ndërsa te hadithi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se asnjërin për juve vepra e vet nuk e çon në xhennet, aty pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po don me kallëzu që vepra nuk është e mjaftueshme për me fitu xhennetin. Nëse i qesim përballë veprën tonë edhe xhenetin me vlerën edhe me mirësitë e tij, në asnjë mënyrë nuk barazohen, në asnjë mënyrë nuk krahasohen. Edhe pikërisht këtë ka dashur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na e tregu. Pra ju duhet të veproni me veprat e juaja e meritoni me shku në xhenet. Apo kur shkoni në xhenet keni me e pas ajo çka keni bo ju, nuk ka qenë as për afërmi e vlefshme me këtë, me çka ju ka përfshi, me çka ju ka shpërbly Allahu fuqiplot, për shkak se pastaj vlera e xhenetit, cilësia e tij, dhe jo vetëm cilësia, po dhe sasia e shpërblimeve të tij, i te i kalon të gjitha veprat që një njeri mundet me i bo, qoftë ai edhe pejgamberi i Zotit, duke qenë se pejgamberët veprat e tyne i kanë pas ma afër të përkrymas. A u qartësu deri çto? Do më thonë, njeriu shkon me veprat e veta në xhenet, e vërtet është, ama me veprat e veta gjithat shpërblim nuk e meriton, po Allahu e jep me mirësinë edhe me mëshirën e tij. E pastaj vjen ajo fjalia e fundit që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, më e dashura prej të gjitha veprave tek Allahu fuqiplot, është ajo e cila është e vazhdueshme, qoftë edhe pak, qoftë edhe vepër e vogël. Sado e vogël që t'jetë. E kanë pyet për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, si ishte praktika e tij? Thonin, praktika e tij ishte vazhdimësia. Nëse dojmë me përshkru veprimtarinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në një fjalë, fjala më e përshtatshme që i përgjigjet veprimtarisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është vazhdimësia. Pejgambert në përgjithësi e pejgamberi i fundit në veçanti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, një punë kur e kanë filluar kur mos e kanë lënë. Pse? Për shkak se vazhdimësia është ajo e cila i duhet besimtarit, për arsye se pikërisht çaja quhet gajret, pikërisht çaja quhet burrni. Dhe neve na tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se prej të gjitha veprave Allahu mas tepërmi i don ato të cilat janë të vazhdueshme pavarësisht sasisë edhe intensitetit tyne. Kjo gjithashtu na jep dy mësime të rëndësishme. E para, mësimi që njeriu të mos mashtrohet mas vrullit, mas nxitimit, mas kështu me radhë, por të zgjedh për veten e vet atë që e ka të mundshme me shpresë gjithsesi për gjithë jetën. S'po du me i dhonë zorë një ditë, 2 ditë, 1 javë, 1 muaj, e pastaj me u lodh e mos me mujtë ma, mirë po du me vepru një vepër cilën kam shpresë që edhe sot që jam i fuqishëm e i shëndetshëm e kështu me radhë kam e kry, por edhe nesër kur të filloj me u lodh, prap kam e mujtë me e vazhdu. Pse? Për arsye se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur është përshkruar veprimtaria e tij, është përshkruar me vazhdimësi edhe kontinuitet. Edhe tjetra që gjithashtu është e rëndësishme që na mëson në këtë aspekt, krejt ajo që Allahu i madhruar ka lyp prej neve, qoftë në mënyrë drejt për drejt edhe të prerë, sikur se janë urdhrat prej cilave i kuptojmë farzet, obligimet. Apo atë që Allahu i madhruar e ka preferu, krejt gjithmonë Allahu e ka preferu të mundshmën edhe të lehtën. S'ka preferu që na me i dhonë zorë edhe me mundu veten, të paktën jo me ibadet. Ibadeti me u bë i lehtë, ibadeti me u bë i natyrshëm, se kur është i lehtë edhe i natyrshëm, edhe në formalitetin e tij bëhet i dashur. Bëhet i mundshëm, edhe në këtë aspekt neve e kemi të zgjidhur një dilemë
çfarë vepra don Allahu, a do të më i dhon zor shumë edhe me u mundu, apo do të me punu atë çka është e lehtë, qoftë edhe pak, mirë po me vazhdu edhe mos me u ndal asnjëherë, e përgjigjen e kemi te ky udhëzim i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ad-du'a muha wa in qal, ma in mend çto, ma e vazhdueshmja qoftë edhe e vogël ose pak. Allah i madhruar na mundsoft që me qëndru në këtë din, në këtë rrugë, në vazhdimsi, me përzemërsi, sinqeritet dhe seriozitet. Allah ju shpërbleft, wa sallallahu ala nabina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira.